Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 24 prill e Kisha Ortodokse përsëri na nxit të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 5, vargu 1 deri në vargu 11. Mund të themi se në librin e Veprave të Apostujve kjo pjesë tregon një ngjarje të pazakontë dhe për mos u mërkohë le ta lexojmë. Kurse një farë burri me emrin Anania me gruan e vet Safira shiti një ar, por e mbajti për vete një pjesë të parave me miratimin e gruas dhe i çoi mbetje te këmbët e apostujve. Po Pietri i tha: Anania, pse Satanai ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të çmimit të arës? Po të mbete e pashitur, a nuk do të ngelej jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin vallë në dispozicionin tënd? Pse e shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk e gënyer njerëzit, por Perëndin. Kur dëgjoi këto fjalë, Anaria ra për tokë dhe dha shpirt, dhe një frikë e madhe i zuri të gjithë ata që dëgjuan këto gjëra. Atëherë u ngritën disa të ri, e mbështodhen, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë hyri dhe gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Dhe Pietri i drejtoi fjalën duke thënë: "Më thuaj, a e shitët arën për kaq?" Dhe ajo përgjigj: "Po, për aq." Atëherë Pietri tha: "Pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja, këmbët atyre që e varrosën burrin tënd janë në prag të derës dhe do të mbartin jashtë edhe ty." Në moment ajo ra te këmbët e tij dhe dha shpirt, dhe të rinj si hyn e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe varrosën pranë burrit saj. Kështu një frikë e madhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë ata dëgjonin këto fjalë. Pra, ky tekst i librit të Veprave të Apostujve është një nga pasazhet më të forta ku ngre problemin e sinqeritetit dhe shenjtërisë në kishën e hershme, kishën apostolike. Po le të japim një koment ashtu siç na japin dhe etrit e kishës varg për varg. Në vargun e parë na thuhet: kurse një farë burri me emrin Anania me gruan e vet Safira shiti një ar. Anania dhe Safira ishin një çift, ata ishin bërë të krishterë dhe në këtë kohë të gjithë dishepujt mësonin nga apostujt dhe apostujt mësonin se Krishti do vi përsëri. Në atë kohë mendoj se ardha e Krishtit do ishte shumë e shpejtë. Kështu që dishepujt e krishterë, nxënësit e krishterë bënin disa veprime praktike, thonin që na duhen më pasuritë e tepërta dhe duke parë se komuniteti po rritej dhe kishte probleme sociale, atëherë disa njerëz, siç e shikojmë dhe tek Shën Barnaba, por dhe të tjerë, ndoqën shembullin e tij, shitën arat dhe ose pasuritë e tyre të patundshme dhe kështu i çuan parat tek këmbët e apostujve dhe ata i menaxhonin për ndihmë sociale të komunitetit që rritej. Kështu që edhe Anania dhe Safira kishin një ar dhe e shitën atë ar. Këtu nuk kemi asnjë problem, siç na thotë Shën Joan Gojarti, shitja nuk ishte problem, por ishte një veprim i mirë, vullnetar, që tregonte bujari tek besimtarët ose tek komuniteti. Ku fillon problemi? E shikojmë në vargun e 2. Por mbajti për vete një pjesë të parave me miratimin e gruas dhe çoi mbetjen tek këmbët e apostujve. Këtu fillon problemi, sepse ata ranë ujdi me njëri tjetrin, që do ta mbasi e shitën arën, një pjesë të parave e mbajtën të fshehur, kurse pjesën tjetër e çuan tek këmbët e apostujve. Por tek këmbët e apostujve ata çuan sasinë e parave duke thënë: "Kjo është sasia e parave që neve përfituam nga shitja e pronës sonë." Dhe këtë e japim për bamirësi. Por këtu është hipokrizia. Sipas Shën Agustinit të Hipos, mëkati i tyre ishte jo se shitën një ar, jo se mbajtën disa lek për veten e tyre, por sepse ata gënyen me hipokrizi për të fituar lavdin e njerëzve, miratimin e apostujve dhe të komunitetit. Pra, bën gënjeshtër dhe fshen të vërtetën. Në vargun e 3 na thuhet: por Pietri tha: Anania, pse Satanai ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të çmimit të arës? Askush nuk e dinte, përveç Anania dhe Safirës, çfarë kishin bërë, sa ishte shitja e çmimit, sa para kishin mbajtur ata. Por e dinte Shpirti i Shenjtë, dhe Shpirti i Shenjtë qëndronte në kishë, dhe Shpirti i Shenjtë veçonte apostujt, dhe apostulli Petro, duke pas detyrën si i pari midis apostujve, ai u ndriçua nga Shpirti i Shenjtë dhe e tregoi pra haptazi çfarë kishte ndodhur
në fillim në zemrën e Ananias dhe Safirës. Kishte hyrë Satanaj, ai që hyri te Juda, që e nxiti Judën për 30 monedha argjendi të shiste Krishtin. Po Satanaj kishte hyrë edhe tek zemra e Ananias dhe Safirës, patjetër me dëshirën e tyre, jo me imponim, që ata të bënin këtë gënjeshtër. Dhe duhet dim se babai i gënjeshtër është djalli. Pra, ata e lejuan tundimin. Liria gjithmonë mbetet te njeriu, edhe kur Zoti e thret njeriu, por dhe kur djalli e nxit njeriu. Çështja është se njeriu pranon ose i nështrohet Zotit ose i nështrohet djallit. Shënja Gojarti thot se Apostull Petro e zbulon mëkatin për treguar se fryma e shenjtë është e gjallë, e vërtet dhe vepron në kishë. Pra kisha nuk është një institucion njerëzor, nuk është një OJQ, një vend bamirësie, është trupi mistik i Krishtit, ku ai është kreu i tij dhe është e mbushur me shpirtin e shenjtë. Prandaj ndodhi dhe ky veprim i Apostullit Petros. Në vargun 4 lexojmë: po të mbetej e pashitur, ara, a nuk do të ngele e jotja dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin vallë në dispozicionin tënd? Pse e shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk e gënjur njerëzit, por Perëndin. Pra, ti nuk e gënjur njerëzit, por Perëndin, i thot Apostulli Petro. Kështu që gënjeshtra është diçka serioze, pra në 10 porosit na thuhet mos gënje, është një mëkat i vdekshëm, dhe goja gënjeshtare është e neveritshme për Zotin, dhe Zoti thot nuk do ta lë pa ndëshkuar atë që gënjen. Dhe pra, në këtë varg kemi një dëshmi më të fortë për hyjnin e shpirtit të shenjtë. Pra, shpirti i shenjtë është Perëndi, si Ati dhe si Biri. Kështu që Anania dhe Safira nuk po gënjeni thjesht Apostull Petron, por po gënjeni shpirtin e shenjtë që qeveris kishën nëpërmjet apostujve. Dhe kemi në vargun e 5 ku lexojmë përsëri: kur dëgjoi këto fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt dhe një frikë e madhe i zuri të gjithë ata që dëgjuan këto gjëra. Ra për tokë dhe dha shpirt. Tu kemi një ndëshkim të menjëhershëm. Është patjetër një ndëshkim shembullor dhe Joan Gojarti thotë se kjo ndodhi për të vendosur frikën e shenjtë në fillimin e kishës, që të ruhenin nga papastërtitë brenda kishës, pra nga hipokrizia, nga gënjeshtra. Jo më kot u mor ky vendim, ky nuk u mor vendim nga Apostulli Petro, as nga apostujt e tjerë, por u mor vendim nga shpirti i shenjtë. Perëndia kur nuk gabon, sepse shikoi që zemra e Ananias dhe Safirës ishin të mbushur me Satanajin. Pra Satanaj kishte marrë kontroll tek ata, siç mori kontroll dhe tek Juda, i cili nuk kishte kthim. Prandaj të dashur të krishterë, të bëjmë shumë kujdes, sepse gënjeshtra është diçka shumë serioze, aq më tepër kur ajo praktikohet edhe brenda institucionit kishtar. Në vargun 6 na thuhet: atëherë u ngritën disa të rinj, mbështohen dhe mbartën jashtë dhe e varrosën. E varrosën, shikoni se sa thjesht bëjshin shërbesat fetare dhe varrimja, aq më tepër po flasim, në atë kohë të hershme, por dhe serioziteti i situatës. Do me thënë, pra personi i cili gënjeu dha shpirtin dhe u varros, dhe fjala u varros do thotë ai shkoi në humbje, u nda nga Zoti, u nda nga kisha, u nda nga komuniteti. Shpirti i tij shkoi në botën e vdekjes. Dhe lexojmë më poshtë në vargun 7 na thuhet: afërsisht 3 orë më vonë hyri dhe gruaja e tij, e cila nuk e dinte ç'kishte ndodhur. Pra, gruaja nuk dinte, gruaja Safira, çfarë kishte bërë burri ose çfarë ishte bërë me burrin e saj Anania, sepse ajo dinte çfarë kishte bërë me burrin, kishte rënë në ujdi që të gënjenin së bashku, dhe ju la një kohë nga providenca hyjnore që ajo të pendohet. Por fatkeqësisht shikojmë që edhe Safira nuk u pendua. Dhe në vargun 8 na thuhet: dhe Pietri drejtoi fjalën duke thënë: më thuaj, a e shitët arën për kaq? Dhe ajo përgjigj: po, për aq. Pra, në këtë varg përsëri Zoti nëpërmjet Apostullit Petro nxit Safirën që ajo të tregojë mëkatin. Pietri nuk e akuzon me njëherë, por e pyet në mënyrë retorike për të dhënë një mundësi që ajo të rrëfej mëkatin. Është e njëjta gjë që bëri dhe Zoti Krisht me Judën, duke thënë që njëri nga ju do më tradhtoj, dhe kur Juda tha mos jam unë, dhe Zoti tha ti po thua. Do me thënë, Zoti nuk deshte ta deskritonte Judën në mënyrë publike, dhe Zoti nuk na deskriton neve në mënyrë publike, por na lë të lirë që neve të reagojmë për mëkatet tona, të pendohemi
dhe të rrëfejmë, por duke na nxitur gjithmonë për pendim rrëfim. Dhe në vargun 9 na thuhet: atëre Pietri i tha: pse u morët vesh që ta të ndoni frymën e Zotit? Ja këmbët atyre që varrosën burrin tënd janë në prag të derës, do të mbartin jashtë edhe ty. Pra, pse u morët vesh? Këtu theksohet bashkëfaqësia. Pra, ata ishin marrë vesh me ndërgjegje dhe me liri të plot, burrë e grua, për të bërë këtë hipokrizi, këtë gënjeshtër. Shën Agustini Hipos thotë se mëkati u bë më i rëndë sepse ishte i planifikuar. Prandaj, ashtu si në kodet civile, shikojmë që nëse bëhet një padrejtësi ose një gabim ose një aksident në gjallësi, patjetër që është në personi gjykohet në mënyrë më të lehtësuar se sa kur e bën të planifikuar. Njëjtë gjë bën dhe Perëndia. Pra, tjera janë mëkate kur ne i bëjmë nga gjallësia, nga nxitimi ose nga një trysni, por tjera mëkate janë kur ne i bëjmë në gjak ftohtësi, pra i kemi të planifikuar. Pra, këtu ne kemi futur jo vetëm mendjen, por dhe zemrën. Pra jemi bashkuar mendje, zemër dhe veprim bashk, sepse është diçka që ka ndodhur për një kohë të gjatë. Pra, njeriu është njësuar me mëkatin. Dhe në vargun 10 na thuhet: në moment ajo ra te këmbët e tij dhe dha shpirt, dhe të rinjt si ynë e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe varrosën pranë burrit. Pra, kështu pra edhe ajo dha shpirt me njerë, vdiq dhe vdiq jo vetëm trupi, po vdiq dhe shpirti i saj, dhe etjet e shohin si një gjykim hyjnor që nuk është norm për çdo rast, por një shembull paralajmërues. Pra, Zoti Perëndi në mënyrë pedagogjike po vepronte në kishën e hershme për të futur frikën e shenjtë. Pra, vërtet Perëndia është dashuri, por Perëndia është dhe drejtësi, dhe frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Dhe le të lexojmë edhe vargun e fundit për sot: kështu një frikë e madhe i zuri të gjithë kishën dhe gjithë ata që i dëgjonin këto gjëra. Pra, një frikë e madhe. Kjo frikë nuk është terror, nuk është fobi, por është nderim dhe respekt i thënë ndaj Perëndisë dhe ndaj institucionit. Kisha dhe Zoti janë bashkë. Pra, kush cënon kishën, cënon edhe Zotin. Çfarë ishte ajo çfarë i tha Krishti Saulit? Përse më përndjek? Pra, Sauli po përndiqte kishën dhe jo Krishtin si person, por Krishti i tha që kisha dhe unë jemi bashkë. Kështu që çdo gënjeshtër që ne bëjmë brenda institucionit, ose çdo veprim arbitrar, vjedhje ose diçka tjetër, pra ose për të ndarë kishën, për të cënuar kishën, për të ngritur akuza kundër kishës dhe personave që drejtojnë kishën ose janë pjesë e kishës, patjetër që ky nuk është një mëkat i lehtë, sepse është direkt kundër Zotit. Prandaj u dha dhe ky dëshkim shembullor që të hynte frika e shenjtë, ajo frika që na ruan nga mëkati dhe nga lajthitjet. Prandaj etrit e kishës e kanë patjetër e kanë interpretuar këtë pjesë të shkrimit të shenjtë dhe na ka dhënë mësimet e tyre që ne edhe i dëgjuam, por le të flasim edhe më në mënyrë konkrete. Sinqeriteti para Perëndisë është shumë i rëndësishëm. Rasti i Ananias dhe Safirit tregon se Perëndia nuk sheh veprat, por zemrën, dhe çdo gjë fillon në zemër, dhe Shën Joan Gojarti thotë është më mirë të japësh pak me të vërtetë se sa shumë me hipokrizi, ose hipokrizia është më rëndësishme, më rrezikshme, se dobësia. Pra gjithë kemi mëkate, kemi dobësi, por hipokrizia është më e keqe. Çfarë i tha Zoti nxënësve? Ruani nga brumi i farisejve që është hipokrizi. Shën Agustini Hipos thoshte se ata nuk u dënuan sepse nuk dhanë gjithçka, pse ishin të dobët, mbajtën diçka për vete, pra menduan për interesin e vet, kjo s'është gabim, por sepse pretenduan diçka që nuk ishte e vërtet, pra u sollën me hipokrizi. Dhe flasim edhe për diçka tjetër që flasin etrit, liria dhe përgjegjësia personale. Pra shikohet në tekstin, askush nuk i detyroi as apostujt, as Zoti. Mëkati është një zgjedhje e lirë dhe konkretisht këtu për të gënjur. Pra, ata zgjodhen vetë të gënjenin. Dio se i detyroi kush, dhe frika e Zotit është një respekt, jo terror, e theksojmë këtë. Prandaj, gjithmonë
ne do të kemi parasysh këtë pjesë të librit të Veprave të Apostujve, që të kemi kujdes që jo vetëm mos gënjejmë, pa aq më tepër, mos gënjejmë edhe kur kjo dëmton të tjerët, aq më tepër edhe kishën, dhe mos gënjejmë për hipokrizi, për të fituar simpatinë e njerëzve. Sepse edhe nëse do gënjejmë për të fituar simpatinë e njerëzve, edhe se do marrim lëvdata, ose do marrim disa ofiqe, ose do marrim disa benefite, të gjitha këto janë hiç, sepse gjykimin përfundimtar dhe shpërblimin përfundimtar nuk do ta bëjnë njerëzit, po do ta bëj Zoti. Dashur të krishterë, mendoj dhe miq, mendoj që ta mbyllim këtu edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Krishti u ngjall.